marrim telefonatën e radhës. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ulini pak zërin e televizorit, ju lutem. Ule pak zërin e televizorit. Ule pak zërin e televizorit, ju lutem. Ju dëgjoj. Lidhur me temën e ditës. Po. Lidhur me temën e ditës. Mendoj se zgjedhjet do ndikojnë natyrisht duke u bërë brenda standardeve, po të mos provokojë PD-ja, sepse ata do vetëm zhurmë edhe rrëmuj. Do të thoshë diçka lidhur me diskutimin e të moralizohet. Po? Thuhet që nxënësi del edhe me Zotin na mësuar. Ky është më i avancuar. Sa Berisha do të vrasë, ky ha gjallë, ky është ky kanibal. Dhe të kenë kujdes në përfshata në zonë rurale kur shkon se do haj jo bagdit, po do haj dhe çoban. Tani edhe diçka tjetër. Unë nuk kam mandar partia. Votoj majtas. Po më çudit një fakt me këta pseudo-demokratë, jo demokratë. E para një rotacion e quajtur sigurisht i domosdoshëm. Rotacioni bëhet nëpërmjet votës. E këta e popullit. Nuk është ndaj në futbolin që marrë pjesë e parë do marrë sportin në jugu, marrë pjesë e dytë do marrë sportin në dhe. Këta e kjo rotacioni kështu, nuk bëhet që së bërë se ka. Në qëse se meriton nga e popullit. Edhe rendisin kanë në majtë të gojës, komunistët komunistët kanë kryet vëdësën. Bile PD për shatohen vetë Berisha, sepse po të nëse distancuar, PD-ja nuk do ishte kështu fije, po do ishte e bashkuar. E kuptoj. Ata nuk arrin ta kuptojnë edhe ka plot raste për të thënë se çfarë ka bërë është iniciator ai. Këtë shkatërimi gjithë industrisë, tek ligji 751, tek habja e debavurështi, tek gërdeci, tek ishte janari, e sa të tjera, sepse ai ka gjithë çdo dështim e quan sukses të tij dhe të PD-s. E para të tij, sepse PD-n ka mësë një barazimi sali parti. Andi përshëndetje edhe ullime të popullit të votoj sa më i qetë. Edhe natyrisht si pas bindjeve. Faleminderit të përshëndes për telefonat.